Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Ngushëllohu me të përvueturit. Një poet thot: lexo historinë se në të gjen këshill. Ka humbur një popull që s'di të kaluarën e tij. Të gjitha këto që t'i rrëfyem ty nga lajmet e pejgamberëve janë që ta forcojnë zemrën. E në to ka ardhur e vërteta e këshilla, si dhe përkujtime për besimtarët. Në tregimet e tyre të dërguarve e të Jusufit me vëllezër, pati mësime e përvojë për të zotët e mendjes. Umeri thot: kalojnë ditët e s'kam qëllim tjetër veç të kënaqem me atë që më është caktuar. Pra njeriu duhet të jetë i kënaqur me atë që i është caktuar, qoftë ajo e mirë apo e hidhur për të. Siç kanë thënë disa besimtarë: nuk mërzitem te cili mjet udhëtues kam hipur. Në qoftë varfëri po duroj, dhe në qoftë pasuri të falenderoj. Ebu Duhejb el Hedheliut brenda një viti i vdiqën 8 fëmijë nga një sëmundje epidemike asokoshe. Dhe që mund të bënte i gjori përveç se ti dorëzohej caktimit të Allahut dhe të pajtohej me të. Në Kuranin fisnik thuhet: çfarëdo e keqe që ndodh, s'mund të jetë ndryshe, vetëm sipas caktimit të Allahut. Ibn Abasi, kur humbi të pamurit, tha: nëse Allahu merr nga unë dritën e syve të mi, drita përsëri mbetet në gjuhën dhe dëgjimin tim. Zemra ime është ndosh dhe mendja më është e plot, e gjuha ime është e mprehtë si shpata e luftëtarit. Pra Ibn Abasi kënaqet me dhuntit e tjera të shumta që ka dhe nuk mërzitet nga humbja e pakt. Urve e Ibn Zubejri e theu njërën këmbë në ditën që i vdiq djali dhe për këtë tha: o Zot, ty të qofsha fal dhe të falenderoj pa ndalim, nëse ke marrë nga unë diçka, më ke dhënë më shumë, e nëse më sprovove me vdekjen e djalit, kjo sigurisht është në të mirën time. Ti më ke dhënë 4 pjesë e më ke marrë vetëm njërën. Më dhe 4 djem dhe më ke marrë vetëm njërin. Falenderimi të takon vetëm ty. Dhe për shkak se ata duruan, i shpërbleu me xhenet dhe me petka mëndafshi. Transmetohet se Imam Shafiu, kur ngushëllonte të goditurit nga fatkeqësitë, thoshte: lëri ditët të bëjnë ç'të duan, por pajtohu me caktimin e tij kur të godet. Nëse zbret caktimi i Zotit mbi një popull, s'ka kush e ndal, as toka, as qielli. Sa herë jemi friksuar nga vdekja e përsëri mbetëm të gjallë? Sa herë kemi menduar se tani na erdhi fundi, por ja, akoma jetojmë dhe na është kthyer gjallërimi? Sa herë ka ndodhur që na janë mbyllur rrugët e na është këputur litari i shpresës, por përsëri na erdhi rrugdalja, ngadhnjimi dhe përgëzimi. Thuaj: Allahu ju shpëton nga ajo dhe nga çdo bërëngosi. Sa herë na është errësuar rruga në këtë botë, na është ngushtuar vetja sa që jemi dëshpëruar pa mas. Prap se prap, mirësia e Allahut dhe asistenca e tij na ka përqafuar. Nëse Allahu të godet me ndonjë të keqe, s'ka kush ta largojë veç ti, e nëse të dhuron ndonjë të mirë, duhet ditur se ai është i gjithfuqishëm për çdo sen. Pra, si ka mundësi të frikohet nga të tjerët ai që di se çdo gjë qëndron në duar të Allahut fuqiplot? E ju mos ju friksoni atyre, por mua, nëse jeni besimtar. Allahut i takon fuqia absolute dhe denjësia për çdo gjë. Ai është ndihmësi i besimtarëve. Dhe se ushtria jon do të jetë ngadhnjyesja. Ne patjetër do t'i ndihmojmë të dërguarit tanë në jetën e kësaj bote, edhe ata që besuan, edhe në ditën e prezantimit të dëshmive.
Ibn Taymije thot, fjala nuk ka fuqi tjetër përveç Allahut, bart shumë gjëra të rënda, me të cilat ka përcehen shumë gardhe e harien shumë derime. Para ti, o robi Allahut, përkujtoje këtë frazë, sepse është një thesar i xhenetit dhe një shtyllë e fortë e rehatimit shpirtëror. Me të lypur falje Allahut, hapen dyert e mbyllura. Ibn Taymije thot, kur nuk zgjidhet një çështje, i kërkoj falje Zotit. Them, estakfirullah. 1000 herë ose më pak, dhe Allahu mi hap dyert e mbyllura për atë çështje. Allahu thot, unë ju thash, kërkojini falje Zotit tuaj, se ai vërtet fal shumë. Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk. Shkaki i qetësimit të mendjes është kërkimi falje nga Allahu, mëshiruesi. Në Musned citohet kjo thënie e pejgamberit. Allahu nuk i cakton robit të vet diçka veç të jetë në të mirë të tij. Ne s'dërguam asnjë të dërguar vetëm që me urdhrin e Allahut t'i bëhet respekt nga njerëzit atij. E sikur të vinin te ti pasi që ta kenë dëmtuar veten e tyre, s'kan pranuar gjykimin tënd, e të kërkonin vetë ndjes te Allahu, edhe i dërguarit kërkonte ndjes për ta, ata do ta kuptonin se Allahu pranon pendimin dhe është mëshirues. Ne këto ditë i ndrojmë mes njerëzve. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do të duket sikur s'kan jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Është për t'u habitur kur sheh njerëzit e mëdhenj gjatë historisë se si i kanë përballuar fatkeqësitë. Ata fatkeqësitë i konsideronin si pika shiu që bien mbi dhe e mbarojnë. Kështu ishte edhe Muhamedi, i cili duke qenë në shpellën Hira, i thoshte Ebu Bekrit duke e qetësuar, mos u frikso, Allahu është me ne. Kurse në luftën e madhe të Bedrit, pejgamberi thoshte duke përsëritur, grupi do të pësojë disfat dhe ata do të kthehen prapë. Po ashtu në luftën e Uhudit, pas vrasjes dhe lëndimeve që pësuan, Muhamedi u thonte shokëve të vet, radhituni pas meje që ta falenderoj dhe adhuroj Zotin tim. Kajs ibn Asim el-Menkariu ishte njeri me mençuri të rrallë ndër arab. Një ditë, duke ligjëruar para njerëzve një tregim interesant, i erdhi një njeri dhe e lajmëroi për vdekjen e të birit, të cilin e kishte vrarë djali një gruaje arabe. Ky nuk e ndërpreu tregimin derisa e mbaroi atë dhe atëherë tha, le të lahet trupi i djalit tim dhe të mbështillet, e kur të vi koha për të falur namazin e xhenazës, më thërrisni. Dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillët janë ata të sinqertit, e të tillët janë ata të devotshmit. Le të mbështeten të tjerët tek ti, e jo ti tek ata. Një i mençur në qëndrimet dhe vendimet e veta nuk mbështetet tek të tjerët. Njerëzit janë të kufizuar në përkrahjen që mund t'i japin dhe në sakrificat që mund t'i ofrojnë. Husein ibn Aliu ishte djali vajzës së të dërguarit, që kur u vra, askush nga ummeti nuk e çoi zërin. Madje ata që e vran bënin tekbire, Allahu Ekber, dhe shahade, la ilahe illallah, për luftën e madhe që fituan. Zoti e mëshiroft Huseinin dhe familjen e tij. Një poet arab thot, erdhën me kokën tënde o biri vajzës së Muhamedit, duke festuar me gëzim për derdhjen e gjakut të tij. Ata madhëronin Allahun për vrasjen tënde, e nuk vran tjetër përpos adhurimin dhe shahadetin e tyre. Po ashtu rasti i Ahmed bin Hanbelit,
i cili u burgos dhe u torturua, por askush s'ngriti zërin kundër kësaj padrejtësie. Pra veç Allahut, mos lut zot tjetër e të bëhesh prej të dënuarve. Ibn Taymije u burgos e u torturua, por turma e madhe e njerëzve që e përcollën më vonë kufomën e tij, nuk lëvizi për ta shpëtuar. Allahu thot: ata nuk posedojnë për vetvete as dëm, as dobi. Ata s'kan në dorë as vdekje, as jetë, e as ringjallje. O pejgamber, Allahu të mjafton ty dhe besimtarve që janë me ty. Ti mbështet ju atij të përjetshmit që nuk vdes kurrë. Madhëroje me lavdërimin që i takon atij. Ai mjafton për njohje në hollësi të mëkateve të robëve të vet. Ata s'mund të mbrojnë për asgjë te Allahu. Maturia në pasuri. Ai që shpenzon me urtësi, asnjëherë nuk mbetet në varësi të tjerëve. Një poet thot: ruaj paratë tua, sepse pasuria të sjellë respekt. Kështu nuk do t'ja shtrish dorën xhaxhait e as dajs. Çdo filozofi që mbështet ekstravagancën në shpenzime është e gabuar dhe jo e drejtë. Islami thërret në përfitimin e pasurisë së pastër, grumbullimin në mënyra të pastra, si dhe shpenzimin e saj në vende të ndershme. Pejgamberi thot: pasuria më e vlefshme është ajo që është në duart e njeriu të vlefshëm. Kurse shkaku që sjell shqetësime dhe brengosje është borxhi i tepruar ose varfëria e madhe. Profeti thot: o Zoti im, më ruaj nga varfëria dhe ateizmi. Varfëria është thuajse mosbesim. Këto hadithe nuk i bien ndesh hadithit që transmeton Ibn Majah. Përpiqu të kesh më pak në këtë botë, që Allahu të dojë. Mos kërko të kesh atë që kanë të tjerët, kështu do të duan njerëzit. Megjithse ky hadith është i dobët, domethënia e tij është të posedosh mjaftueshëm në jetën e përditshme, të mos u ashtrish dorën të tjerëve dhe të mos varesh prej tyre, e kështu të jetosh me nder dhe respekt nga të tjerët. Një poet thot: askujt veç krijuesit si ashtriva dorën më parë, e nga krijuesi kur s'kam kërkuar dinar. Muhamedi thot në një hadith të vërtetë: për ju është më mirë t'i lini pasardhësit tuaj të pasur, se sa t'i lini të varfër, që do të kërkojnë nga të tjerët. Ndërsa në hadithin tjetër thuhet: dora e sipërme që jep është më e mirë se sa dora e poshtme që merr. Prandaj ai që nuk e di gjendjen e tyre mendon se ata janë të pasur. Pra mos u bëj i neveritshëm të tjerët duke kërkuar nga ata pasuri, sepse Allahu është furnizuesi, i cili me lindjen tënde ka garantuar riskun dhe jetën me nder. Nderi i besimit është i madh, e njerëzit besimtarë janë krenar, kokat i mbajnë lart dhe nuk po shtrohen. Vallë, a mos kërkojnë fuqitë e ta? S'ka dyshim, e tërë fuqia i takon Allahut. Ibn el-Verdi thot: unë nuk dua të pudh dorën e dikujt. Për mua, prerja e saj është më e mirë se ato puthje. Nëse më shpërblen për ndonjë vepër, më mjafton turpërimi, qoftë punë kjo që të liron apo jo nga robërimi. Mos u kap me tjetër, veç me Allahun. Nëse Allahu është dhuruesi i jetës, i dituri i vetëm për vdekjen dhe furnizuesi yt, atëherë përse të friksohesh e të dëshpërohesh prej tyre? Pra ajo që i fut më shumë njerëzit në mërzi e depresion është të kapurit me të tjerët veç Allahut, të mbështeturit tek njerëzit e jo te Allahu.
afrimi me njerëzit dhe largimi nga krijuesi i tyre. Interesimi i tepruar për përshtypjet e njerëzve përreth, e të gjitha këto janë rezultat i besimit të dobët.